E ai I cili nuk I respekton prindërit e tij, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre njerëz nuk do t'i shikon Allahu në ditën e gjykimit. Këta janë të rrezikuar. I pari I tyre, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el-aqu li walidayhi, mos respektuesi ndaj prindërve, ai I cili nuk ka respekt, nuk ka sjellje ndaj nanës, ndaj babës, duke ditë hakun e madh të atyre në dunja. Subhanallah, sa është rreziku I madh, njeriu mos të kujdeset, mos të jetë I respektueshëm, mos të jetë I ndershëm, mos të sillet mirë ndaj kujt, ndaj nanës, ndaj babës. Gjë e tillë nuk është e thjeshtë. Një gjë e tillë nuk është e lehtë, ama unë e falem, elhamdulillah. Unë agjëroj, elhamdulillah. Raportin me nanën edhe babën, si e ki? Si është sjellja jote ndaj prindërve të tu? A janë ata më të respektueshmit në jetën tënde, apo ndoshta janë ata të fundit, duke u sjellur mirë me të gjithë jashtë dhe duke u sjellur keq me ata që janë brenda në shtëpi, në familje. Allahu Azza wa Jall urdhëroi dhe tha në Kur'an, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Adhurojeni Allahun, mos I bani shok atij asgjë. Çështja e parë, adhuroj Allahun. Çështja e dytë, me njëherë, çështja e dytë, ndaj prindërve silluni mirë. Kështu u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I than, ja Rasulullah, cila vepër është më e dashur te Allahu? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, namazi në kohën e vet. Pastaj ja Rasulullah, pastaj tha, birrul walidain, respektimi, sjellja e mirë ndaj prindërve. E para namazi, e dyta respektimi prindërve. Dhe ana tjetër, ana e kundërt, ana negative e rrezikshme, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a doni t'ju tregoj për gjunahet më të mëdha? Në mesin e krejt gjunave të mëdha, a doni t'ju tregoj për gjunahet më të mëdha? Than, po ja Rasulallah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el-ishraku billah, ti bësh shok Allahut. Kjo është një, gjunahu më I madh, ti bësh shok Allahut. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa uququl walidain, mos respektimi I prindërve. Mos respektimi I prindërve është prej gjunaheve më të mëdha. Sa për njerëzve e llogarisi një gjë të thjeshtë, dhe ndoshta mundohet I realizon disa adhurime, apo largohet nga disa harame, elhamdulillah, mirë, po nga ana tjetër, një mëkat të këtij lloji të rënd, të madh, e llogarit si kur nuk është asgjë. Me ia kthy fjalën nanës, me ia kthy fjalën babës, me randu ndoshta me fjalë, me u sjell në mënyrë të ashpër, me u sjell keq, me hidhru prindin, me bë ndoshta me qajt nanën, me mërzit babën, e kështu me radhë dhe në fund del edhe mendon që ai nuk ka bë kur gjë. Ndërsa harame tjera, gjuna tjera I di të mëdha. Alkooli nuk bëhet fjalë, vjedhja nuk bëhet fjalë, kamata nuk bëhet fjalë, bigjozi e kështu me radhë. Disa gjunahe I llogarit të mëdha janë të mëdha, ama disa të tjera sikur nuk janë asgjë. Prej gjunaheve më të mëdha, mos respektimi I prindërve. Ai I cili është I ibadetit, është I xhamis, është I namazit, është I Kur'anit, falet dhe nuk I respekton prind, po si ka mundësi të shkon një gjë e tillë, të shkon e përbashkët në të njëjtën rrugë, edhe falet, edhe nuk I respekton prind. Si ka mundësi? Namazi duhet ta ndryshon atë.
Namazi duhet ta përmirëson atë. Disa prej njerëzve thonë, nëse nuk i respekton prind ti hiç mos u fal. Dhe një gjë e tillë nuk qëndron fare. A nuk e respektove nanën, nuk e respektove babën, ti kot që falesh, kot që agjeron. Jo, tash ne nuk guxojmë prej një ekstremi të shkojmë në ekstremin tjetër. Jo, kot që falesh, ti elhamdulillah që falesh. Nuk i respekton babën edhe nanën, falesh. Elhamdulillah që falesh. Mirë po, Allahu i cili të ka urdhëruar të falesh, të ka urdhëruar edhe ti respektosh prind. Dhe ti i cili falesh, ti dallohesh që ki frikë Allahun. Ti e nështruar Allahut, ti falesh, ti ki frikë Allahun. A nuk ki frikë Allahun që mos respektimi i prindve është prej gjunaheve më të mëdhaja? A nuk ki frikë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, la yadkhulul jannata qati', nuk hin në xhennet ai i cili i këput lidhjet familjare. Lidhja familjare më e ngushta, më e afërta është me prindin. Po prej aty fillon. Ti nëse nuk ki raport të mirë me babën edhe me nanën, me kanë tjetër. Çka pastaj që me shokët e ki raportin e mirë? Çka pastaj që me kolegët del edhe pi kafe edhe qeshesh edhe ban muhabete? Ti nëse me prind të tu nuk jene atë mirë, në atë gjendje të sillesh si të mëson Islami, çka pastaj nëse tjerët jashtë të gjithë të bajnë me gishtë dhe të lavdrojnë se ky është i edukuar, i sjellshëm. Sjellja e parë më e mira që na takon si musliman është ndaj prinderve. Kemi përmendur hadithin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u ngjit në mimber 3 herë tha amin, amin, amin. Për çfarë arsye? Një prej atyre mjerë për atë. I nënçmuar mbet ai, i poshtruar qoft ai i cili i ka 2 prind gjallë, apo njënin prej tyre dhe nuk e fiton xhenetin. Prindërit janë një derë të cilët të çojnë në xhenetin Allahut Azza wa Jall. Dhe prej 8 dyrëve të xhenetit, një derë në xhenet e ka emrin El Walid, dera e prindërve. Si që është dera Rayyan, dera agjëruesve. Ata që kanë agjëru në ditën e gjykimit, hape dera Rayyan, hini në xhenet. Ata që kanë agjëruar hin nga kjo derë. Një derë tjetër në xhenet e ka emrin dera El Walid, dera e prindërve. Ai i cili i ka respektuar prindët e tij, nanën edhe babën, do t'i hapet kjo derë që të hynë në xhenetin Allahut Azza wa Jall nëpërmjet kësaj dere. Pra mos respektimi prindërve është prej gjunaheve më të mëdha, prej gjunaheve më të rrezikshme.